Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha dënoi sjelljen e cilësuar si agresive të policisë ndaj protestuesve përpara kuvendit. Në një konferencë për mediat, Kryedemokrati pretendoi se persone që nuk kishin lidhje me tubimin janë përfshirë nga policia. Duhet dënoj me forcën më të madhe dhunën e egër çnjerëzore të përdor dje kundër protestës. Janë agresuar gra me fëmijë të vegjël, me karroca. Janë agresuar qytetar pa asnjë lidhje me protestën. Janë agresuar dhe kërcënuar me jetë eksponent të protestës vetëm se po protestonin në mënyrën më paqësore. Duke përsëritur qëndrimin se demokratët duhet të mbështesin protestat qytetare, Berisha u shpreh se çdo kërkesë e tyre është legjitime. Janë kërkesa në mbrojtje të interesave jetike të shqiptarëve, interesat kërcënuara në mënyrë fatale nga organizata kriminale dhe qeverisë shqiptare dhe kreu i saj Edi Rama, që plaçkisin çdo orë, çdo ditë, çdo javë, çdo muaj. Përpara mediave, Berisha e cilësoi kryeministrin Edi Rama si një person të vrarë politikisht.